Mund të themi se as ky takim nuk prodhoi ndonjë zgjidhje. I pari që doli të flas para media pas takimit që zgjati diku 1 orë, ishte Mickovski, i cili tha se mbetet në qëndrimin që e ka pasur edhe para 1 viti, se me diktat nga ana bullgare ndryshimet kushtetuese nuk do të ndodhin. Pastaj foli edhe për propozimet që janë hapur në tavolinë me Kovacevski. Një propozim interesant ishte që 5 resore, ministrore të takojnë VMRO-s, të bëhet qeveri e zgjedhuar dhe kjo qeveri të votoj hapjen e nevojës për ndryshimet kushtetuese dhe për mbylljen e procesit, e njëjta qeveri të organizojë edhe zgjedhjet e ardhshme. Mickovski ka shtuar një propozim të tij në këtë drejtim, ku ka kërkuar që në këtë qeveri mos të bëj pjesë BDI-a e ndryshimet kushtetuese të ndodhin pasi të ratifikohet protokolli nga 27 shtetet anëtare të BE-s, si lloj garancie se këto ndryshime kushtetuese do të garantojnë aderimin e Maqedonisë në BE. Doli më pas edhe Kovacevski foli, nuk e di se ku e bazon atë optimizëm dhe atë qëndrim se janë zbutur, kur 5 minuta para Kovacevskit, lideri i opozitës sipas tij, shumica nuk i ka 80 vota. Në këtë drejtim, ai kërkoi se nëse i kanë 80 vota, ta nisim procedurën e ta shohim se si do të përfundoj. Është interesant se edhe pse këtu nuk ka pas parti politike shqiptare, është folur shumë për faktorin politik shqiptar, posaçërisht për BDI-n. Për këtë, në pjesën e dytë, fillimisht propozoj që të shohim deklaratat e Mickovskit dhe Kovacevskit. Понудата на Ковачевски беше 2/3 почеток на процесот, ВМРО ДПМН во влада, завршување на процесот, отпочнување на преговори, завршување на 2-3 поглавја и одење на избори. Тоа е неговата позиција. Мојата позиција беше во ред, ВМРО ДПМН во влада, заедничка минус ДУИ, без Демократската унија за интеграција, тоа е конзистентен став и мој, и на ВМРО ДПМН, го почнуваме процесот со преодни завршни одредби кои што велат вака. Уставните измени ќе важат кога ќе почне ратификацијата на пристапниот протокол на Македонија во рамките на парламентите на земјите членки на Европската унија. Тоа беше мојот контрапредлог на неговиот предлог. А потоа, мојот предлог беше следен. Очигледно дека нема 80 во парламентот и 2/3. Во овој момент нема 80. Јасно, стои дека нема 80, затоа што кога би имало, тие утре би ја ставиле точката на гласање во рамките на парламентот. Мојот предлог беше, ако е така, логично е да одиме на предвремени парламентарни избори. Да го направиме следниот чекор заедно и да ги изгласаме заедно уставните измени. Бидејќи тоа е вистинското решение кое што граѓаните го очекуваат од нас. Дополнително дадов предлог до председателот на ВМРО ДПМН, доколку тие се сложат заеднички и консензуално да пристапиме кон остварувањето на оваа стратешка цел и сите заедно да ги гласаме уставните измени. Доколку сите заедно ги изгласаме уставните измени, отварањето, подготвувањето на амандманите, затварањето на уставот, тогаш предложив дека веднаш после последното гласање може да одиме на избори. И тоа е став кој што го имам кажано пред неколку месеци и кој што јавно го имам и јас соопштено, меѓутоа и други членови на владата и коалициони партнери. Furkan, lajmi që bëri buj nga ky takim ishte edhe kërkesa e kreut të opozitës maqedonase Hristian Mickovski se do të merrte pjesë në një qeveri, por pa BDI-n në të. Na e shpjegoj pak në detaje çfarë ishte kjo kërkesë e Mickovskit dhe cilat kanë qenë reagimet tjera. Po, pasi disa herë nënvizoi këtë kërkesë që kërkon një qeveri pa BDI-n, logjikisht ne bëm pyetje se nëse BDI do të dilte do të thoshte LSDM dhe VMRO urdhënoni
kryeni procesin e ndryshimeve kushtetuese, atëherë si do vepronte VMRO, këtë pyetje Mickovski e mori si një lloj shakaje, të them ashtu, për shkak se u përgjigj se nuk ka gjasa të ndodh. Pikërisht kjo ndodhi. 10 minuta pasi e përfundoi preskonferencën, Bujar Osmani me status në rrjetet sociale tha se BDI është e gatshme që të tërhiqet nga pushteti, ta përkrahë qeverinë e zgjeruar e cila do të garantoj se ndryshimet kushtetuese do të ndodhin. Ende nuk ka reagim nga VMRO DPMN për këtë vendim të BDI-s, këtë propozim të BDI-s, për shkak se besoj se edhe atyre ju erdhi pak si surprizë ky qëndrim i shpejt 10 minuta pas preskonferencës Mickovski. Do e shohim se si do e pranojnë këtë ofertë, këtë propozim, por nga ajo që e pam nga ky takim nuk është që ka shumë gjasa që kjo të ndodhë. Qeveria e zgjeruar që do ta kryejë procesin e ndryshimeve kushtetuese. Të falenderoj Furkan për këtë raportim të drejt për drejt nga klubi i deputetëve.